Çdo 16 prill, shumë qytetarë të Kosovës rikthehen në Kukës në shenjë mirënjohjeje për mikpritjen e ofruar nga vëllezërit shqiptar gjatë eksodit të vitit 1999. Qytetarët e ardhur në Kukës thonë se momenti i rikthimit ju ngjall emocione të forta, duke ndarë kështu kujtime nga ato ditë. Për neve do thosh shumë kjo është. Ndihem kështu të emocionuar në këtë momente se i kena përjetuar me natë tëra, kemi udhëtu me traktora, me mjetin, Ndjem dhimbjen, ndjem gjitha ato peripeci që i ka kaluar populli ynë gjatë luftës, sidomos popullata civile që u detyruan të shpërngulen me forcë nga regjimi serb. Bëjmë edhe falënderim për bashkëkombësit tonë. Në muajt mars dhe prill të vitit 1999, ushtria serbe ndërmori një valë të gjatë spastrimi etnik të popullsisë shqiptare në Kosovë, duke larguar me dhunë mijëra banor nga trojet e tyre. Ishte Kuksi, qyteti i parë pritës, i cili hapi dyert për rreth 800.000 persona që u strehuan në shtëpi, godina institucionesh dhe kampe të ngritura enkas për ta. Është një kënaqësi shumë e madhe që unë, sekretar i Bashkisë Kukësit, të mirëpres vëllezërit shqiptar të Kosovës për të përkujtuar shpërnguljen në vitin 99, të përkujtojmë luftën, sakrificet, vuajtjet e gjithë popullit kosovar që kanë ardhur në Kukës dhe kanë qëndruar si në shtëpinë e tyre. Të gjitha ato në ngjarjet, sakrificat brez pas brezit të popullit tonë, luftës së lavdishme të ushtrisë shërimtare të Kosovës, të gjithë ata të cilët dhanë kontribut për ditën e sotëm, jemi krenar që sot jemi të bashkuar. Obelisku në Kukës është simboli i kësaj ngjarjeje që nderon sakrificën e popullit të Kosovës dhe luftën e UÇK-s për liri.